Përshëndetje, Misterini. Misterini në kanalin tim Teatarot. Për lezime personale, më kontaktoni në Instagram Teatarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Do të vi të shpejti qetësia midis jush, jeni në një marrëdhënie dhe keni konflikte, probleme. Do të vi të shpejti qetësia në këtë lidhje? Dhe këtë ta zbulojmë me anë të letrave tarot dhe shenjave me gërmat e horoskopit. Jeni pak e mërzitur. Mbretëresha e Shpatave tregon që jeni pak e mërzitur në këtë histori. Por ju të dy shumë shpejt po luftoni që marrëdhënia juaj të jetë e qetë. Katra e Shkopive tregon një marrëdhënie të qetë, në harmoni, në gëzim dhe në lumturi. Jeni një person që doni ekuilibër në jetën tuaj, edhe në anën financiare dhe në anën shpirtërore. Doni qetësi, doni paqe. Ky personi juaj zemrës është person shumë pozitiv. Ky lufton fort që në jetën e tij, punon fort, lufton fort që në jetën e tij të ketë bollok financiar. Një lajm i papritur, i befasishëm vjen në jetën tuaj dhe ju transformon jetën tuaj në mënyrë të mrekullueshme. Ju vjen paqja, ju vjen qetësia dhe harmonia që ju ka munguar prej kohësh. Sepse në jetën tuaj keni pasur probleme, ulje ngritje. Letra e drejtësisë tregon që ju jeni një person shumë i drejtë në këtë histori dashurie. Jeni një person intelekt, person që punoni fort për të patur gjithmonë sukses në jetën tuaj, edhe në anën financiare, por dhe në anën shpirtërore. Ky dyshim duhet të largohet nga jeta juaj dhe këtë fash që keni të sy ta largoni për t'i folur intuitës tuaj të brendshme, sepse mashkulli juaj është një person që ju mban si ky fener me dritë në çdo pjesë të jetës së tij. Ju vjen qetësia dhe një kapitull i ri në jetën tuaj, duke filluar nga zero, krenar, me këmbë në tokë, për të filluar një histori me qetësi dhe paqe në jetën tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me të shenjë të horoskopit, me Briciapin, me Dashin, me Ruanin, me Gaforen, me Shigjetarin dhe me Peshoren. Kurse me gërmat mund të rezonoj me është energji e përgjithshme, dhe besoj të rezonoj me të gjithë. Me Sh, L, F, E, me gërmën Gj, H, gërmën J, Zh, gërmën P, Gj, A, B, N, R, Q dhe gërmën I. Faleminderit shumë, Misterini. Mos harroni të më bëni subscribe, like dhe një zemër poshtë videos për të sjellë video sa më të bukura.